Dyshimet e medha në Big Brother VIP Kosova. Edi qese e bardh, dolqe në mbanak. Çfarë po i fshehin produksioni dy banorët e Big Brother VIP Kosova? Një video virale, e shkëputur nga nata e parë e Big Brother VIP Kosova 4, ka shkaktuar debat të madh në rrjetet sociale dhe ka ngritur pikpyetje serioze për sjelljen e dy banorëve. Pamjet tregojnë banorin e di pranë kuzhinës së jashtme, duke marrë dhe futur fshehurazi në xhep një qese të vogël, e cila duket se përmban diçka të bardhë. Në të njëjtën kohë, banorja Dolçe i drejtohet produksionit me pyetjen kështu mundem, para se të ulet fshehurazi poshtë banakut, ku qëndron për disa sekonda. Këto lëvizje të çuditshme kanë ngjallur një valë të madhe dyshimesh. Videoja po shpërndahet me shpejtësi në TikTok, Instagram dhe Twitter, ndërsa fansat nuk ndalen së komentuari rreth asaj që mund të ketë ndodhur vërtet. Deri tani, produksioni nuk ka dhënë asnjë sqarim rreth këtij momenti të debatueshëm. Publiku vazhdon të kërkojë përgjigje për sjelljen enigmatike të Edit dhe Dolçes.